Ishte Ramazani i vitit 1997. Besnik Restelica i kishte mbledhur shokët për iftar në odën e tij në Podujev. Pasi mbaruan sefyrin u shpërndan, e besniku me familjen shkuan të flen. Por vëllai i besnikut, Fariu, zgjodhi të studionte edhe pas sefyrit, kur vërejti diçka të pazakontë. Një numër i madh i policëve serb kishte hyrë në oborin e shtëpisë së tyre. Këta tashmë kishin kapur besnikun, i cili ndodhej në odën pranë shtëpisë. Kujtimet asaj nate të 30 janarit i ka të freskëta motra e besnikut, Makbule Restelica. Unë me nonën kemi qenë dhomën tjetër, u hi polici. Më duket sikur sot, sikur me konë luft, s'disim film, më ma ka që vetin madhja. Edhe mu ma ka nafru automatin që të ka thonë mos livret. Unë në pijama qërto. Edhe jena ullë me nonën, e Fahrin edhe babën, i kanë morë, i kanë qitë jashtë, i kanë lidhë edhe kanë shtrenë në tokë. Të lidhën ashtë. Edhe halakatën pak. Tha nona, po qka po lypne? Te di bile qka po lypne? Tha qka lypem gjetëm. Makbule si kujtohet mirë, pamja e fundit e vëllait në oborin e shtëpisë. Besniku si kemi po mo. Vesh kur ka dalë me një thesën krytë zi, edhe kanë qumë. Murën e qumë, nuk dishëm as ka e qumë, as qa bënën. Pas disa, nëse pas një kohë, në ardhë informata që ishë në Prishtinë. E pas 24 ditësh policët serb u kthyen sërish tek shtëpia. Kësaj radhe për të komentuar lajmin për vdekjen e besnikut, i cili gjatë gjithë kohës ishte mbajtur në burgun famkeq të Prishtinës. Por familjes nuk ju tha se besniku vdeq nga torturat serbe. Erdhen 2 policë këtu të shtëpia. Tha, është i zoti i shtëpisë këtu? Tha, po. E murën babën, e dërguan stacion policisë këtu. Ja këshin konfirmu lajmin. Tha, besnikë e ka fur vetën, e ka myt vetë. Tha, jo, besnikën ma pas ki myt, jo. Në ditët sa besniku ishte gjallë, takimi i lejohej vetëm me baban Muharemin. Babakun në vizitë besniku, pas 2 javë, nëse s'ka bëj, i ka thonë, jo, ose bërëcit, bisedëshëm me babën telefon, e pasha që është shumë i ftaft për ati takimi, se a i veti ka të regu, s'keni nevoj më mërzit për mua. Besniku përkundër torturave njerëzore serbe, nuk e dha asnjë informacion për shokët e luftës. Qelia qojnë besnikut një njeri, gjojëse i burgosën, edhe i thonë pëse s'pë folë. Tregaden, këj thotë kush jete. Thotë tregaden, me sigurin një njeri tyne. Thotë ti, tregat ti për vete, jo për mua. Edhe të ne kontakti me avokat që një pas, avokati ka thonë besnikut që duhet me folë se këta shokët e të jo shumica, po disa, manet me ndoshë që për ju redhën nga një fjallë. Avokati ka drejtuar të kazën të veç e qyrë punën tonë. Besnik Restelica u arrestua vetëm një ditë para se të vriteshin Zahir Pajaziti, Hakif Zenullahu dhe Edmond Hoxha. Ndërsa ndoroi jetë në burgun e Prishtinës me 24 shkurt të vitit 1997.